Samir Hyseni ishte një protagonist sot në fitoren 12-12 të ekipit vllaznisë. 2 gola në portën kundërshtare dhe 3 asiste për gol për kolegët e skuadrës. Urime, Samir. Faleminderit Gasper. I kënaqur me fitoren, për kontributin që mundohem me lënë për ekipin. E kishim vlerësuar neshin që nga dita e parë e seancës stërvitore dhe deri në ditën që unë e përgatit neshin në tani aspektet dhe u konkludu me sot gjithë ekipi performoi në mënyrën më të mirë dhe më të bukur. Me çfarë shikohet në fushën e lojës, skuadra po vjen në formën më të mirë sportive, atë çfarë kërkon edhe publiku dhe objektivat mund të jenë edhe të realizueshme siç jeni shprehur edhe vetë. Sa më drejtën objektivat nuk ndryshojnë edhe prej klubit edhe prej tonë ekipit. Njëna të mobilizuar për me synu të 2 trofet. Edhe ekipi sot e tregoi performancën që i përmende. Gjatë ditës përgatitja fizike po vjen rritje, gjithë kontingjenti është mënyrën e duhur, nuk ka dëmtime. Dhe gradualisht shpresoj që ti marrim neshit një mas një dhe shkojmë deri në fund ndoshta me synimin e trofeve. Në aspektin personal, i kënaqur për atë çfarë po jep në fushën e lojës? I kënaqur, normalisht 2 gola, shpresoj që të ndihmoj, nuk është se është sa i mirë aty, po janë tonë, nëse fiton ekipi, fiton vllaznia, edhe përpos golave, interesante ishin ato spostimet e kroset nga Ansoria në fundore që përfunduan me gol nga kolegët tuaj. Atë detyrë kam në çdo seancë e kena përgatit dhe doli ajo që na kishim përgatit gjatë tonë seancës stërvitore. Java 4 ju përmball me Tiranën në transfert. Si e parashikoni? Atëherë që tani domethënë çunat ose ekipi fillojnë të mendojnë për neshën e Rolls. Shpresojmë që ta përgatisim prapë duke filluar ndoshta nga dita hënë që paraqiten në stërvitje dhe vazhdojmë gradualisht dhe shpresojmë që të marrim një rezultat pozitiv. Sepse ekipi është në performancë mirë dhe shpresojmë që ta marrim gjithë si ekip. Dhe në mbyllje të mirë, 2 golat e sotën kanë ndonjë dedikim të veçantë për ju? Për ekipin dhe për familjen. Suksese. Faleminderit.